Kandidati për deputet i Partisë Demokratike dhe Aleancës Shqipëria Mallështore, Xhemal Gjungshi, u paraqit në SPAK për të bërë një denoncim për krim zgjedhor. Ai ka kallëzuar në prokurorinë e posaçme kryetarin e Bashkisë së Dibrës, Rahim Spaiu, dhe drejtorin e shërbimeve, Bedri Kamberi. Gjungshi u shpreh se në kundërshtim me ligjin, bashkia asfalton rrugët, ndërsa bën presion dhe përdorin asetet publike në këtë fushatë. Në lidhje me kallëzim që kanë bërë por një krim zgjedhor të drejtuesit të Bashkisë Dibër, kryetarit të Bashkisë, Rahim Spaiu dhe drejtorit të shërbimeve të mbështetjes, Bedri Kamberi. Të dy këta persona janë kapur në flagrant në pas kallëzimit që ka bërë, duke vënë në shfrytëzim dhe duke përdorur asetet publike pikërisht në kohën e fushatës zgjedhore. Këto kanë patur të gjithë kohën e mjaftueshme dhe të nevojshme që këtë rrugë ta ndërtonin për 12 vjet, mirë po ashtu siç ka ndodhur në gjithë Shqipërinë dhe qarkun e Dibrës, infrastruktura rrugore është lë shumë për të dëshiruar. Unë kam akoma dhe fakte të tjera, të cilët pavarësisht nga kallëzimi penal që kanë bërë, këta ka guximin dhe vazhdojnë dhe bëjnë punime në disa fshatra, si në drejtim të ujësiasit, në drejtim të shtrimit me asfalt dhe punime të tjera. Ai po ashtu denoncoi se ushtrohet presion ndaj qytetarëve të Dibrës dhe ndaj administratës. Gjungshi tha se kallëzimi që ai bëri është regjistruar nga ana e prokurorisë së posaçme.